votim, o dash sot me bëhat letrën që ka dalë. Do thot, pas drejten e votimit aty. Po kujna ka dësu letrën? Letra është bërë. Letra, kujna ka dhonë letrën? Kujna ka dësu? Kurse ma bën intervjue që Po, vetëm pak Artan, lutem vetëm ta dëgjojmë edhe Gashën. Kujna ka dësu letrën? Edhe Gashën dhe më pastaj kemi me ty. Qa është i barabart me ty. S'ka opozitë dhe pushtet sot në kuvend. Qito ju s'me kuptoni. Jeni kejtësit barabart. 120. Po, se janë gjithë deputet. Se s'ka kryesi. S'ka kryesi dhe s'ka kryetar. Okej, vetëm pak, Kraki që Gash ke pritur gjysmore. Nuk është ja ke thy rekordin Halilit, pa merak. Po, si du kjo sot mja dhe si po ishe interpretimet politikisht të Behramit nga distanca, por edhe të Krakis tu. Ma e Behramin këtu në ekranin e madhë që ta ndryshoj pak pozicionin, ta bëjmë pak politikon super politiko ashtu si qështë. Është hajgarallëk politik, mos tam fëminore, me menu që kështu nalët, zoti Behrami, formimi i qeverisë. Në qoftë se e keni menduar politikisht e kisha pas qef me ndigju edhe kondin tanë, për te aty në psikolobinave dhe ofendimeve koti për zotin Baktirik, purdhat as diçka, për te aty në gjonave, mu këthy pak në serios se mu paskon që ka serios. Behrami njët për humorin e ti. Po mirë dhe nuk është për humor aty, se këna zhjetë për komedian, po për deputet, me na përfasu. Edhe kash do të nënkuptohet. Zoti Behrami, një dietar i vjetër emrin Taciti i ligjit Romak, thot sa ma e korruptume, ma i korruptum sensi, ma i keq, ma i prisht, ma jo benevolent shëshnia, qash ma shumë ko shëshnia nevoj për regullim dhe ligje. More corrupt the state, more laws, si me thonë, nevoja. Prandaj, ti po thuna nuk e shkelun kushtetutën, po del në mbrojtje politikisht, si pas me kinset e kushtetutës, a në dukje është vetëm kapje mas procedurës së thjesht. A e keni mendu aty brenda qarsheve t'juja, në atë grupin, sigurisht e keni atë grupin e ekspertave juridik, që ja ban këto, hajde pe bojna obstrukcion, sepse unë konsideroj që Nga telefoni si kemi vrejtur sot këta PDK që ka folë, këta tjertë këshë folë në telefona. Po ajo është tem numër 2. A e ka numrat as i ka me po qeverin, mos e ka lojen pa janis. Sa atër ti e ka tutësh politikisht, zoti Behrami, ju, këtë ras si parti politike. E tash, a i kini menu që kjo mundet me u këthy bumerang se është në dukje, kjo është penalti autogol e opozitës, ish opozitës, po di që me gjujnë. E PDK-s, LDK-s dhe AK-s, është autogol se në që se kurti si pas ka pos numrat. Atër ju i dhatë ko, plus edhe një 2-3 dit, aku me dit, derisa e shfrytëzon presidenti a gjykata kushtetuse, një javë këtë prerogativat kushtetuse. Nese ajo tem tjetër. A i kini mendu këta, që kështu kini mu duk, se kjo është për një një situatë absurde. Kapësh për bishti, kur në esencë dukja është që PDK-ja dhe AK-ja dhe LDK-ja sot në publik ka dalë si obstruksion parlamentar i demokracisë. Ju e keni suspendu logjikën demokratike me jesë për para, tu kap a ka dhonë dëreshe jo kurdja jo. A keni menu që s'fol presidenti Osmani apo gjykata kushtetuse e jep, edhe ju e pas ki bo horë vetë vendose në Albinin. Behrami, dëgjojmë ty përgjigje. Po, nuk është që mora fort vesh, po me gjitha të komunome për mbledh. Unë përgjithë s'ka flasë, zoti Behrami, i përmendë sa fakte, me ide që nashta nuk më ndërbrejnë kërkush se mandej për në ma nuk po muna me strukturu mendimin me që jam edhe... Po, urdhra dhe jemi duke dëgjuar, po. U krym. Do thot, gjërat janë shumë të qarta, kushtrim. Kemi pas një komision për verifikimin e mandateve të deputetëve i përbërë nga të gjitha partitë politike. Ata janë të rrequr, ashtu si që parashe rregullore e Kuvendit Kosovës. Kur janë të rrequr, gjatë verifikimit të mandateve, të gjithë që kanë qenë në opozit e kanë vërejtur që qeveria Albin Kurti nuk ka dhënë dërheqje dhe në këtë rast e ka shkel ligjin për qeverinë që vetë ka miratu e që ka konfirmu edhe Komisioni Venecias. Konkretisht, nenën 26. Dhe tash, une e kuptoj edhe dëshirën e Halilit
e kuptoj edhe dëshirën e Gashit që Albini mu bo kryeministër, edhe